Big Brother Kosova dhe përplasjet verbale që ndezin shtëpinë. Big Brother Kosova vazhdon të prodhojë momente të forta tensioni, ku emocionet e grumbulluara, presioni i lojës dhe dëshira për dominim shpërthejnë në debate të ashpra. Një nga përplasjet më të komentuara së fundmi ishte ajo mes Bias dhe Benitës, një debat që kaloi kufijtë e një diskutimi normal dhe u shndërrua në një konflikt të rënd verbal. Situata agravoi kur Bia ju drejtua Benitës me thirrje fyese, duke e krahasuar si qenë që fshkëllën dhe më pas duke përdorur shprehje edhe më denigruese si klysh i vogël, shoqëruar me thirrjet provokuese hajde, hajde. Këto fjalë krijuan një atmosferë shumë të tensionuar në shtëpi, duke shkaktuar reagime të menjëhershme edhe nga banorët e tjerë që u përpoqën të qetësonin situatën. Benita, nga ana e saj, e përjetoi këtë sulm si mungesë totale respekti dhe provokim të hapur. Debati nuk ishte më vetëm për lojën apo strategjinë, por u kthye në një përplasje personale, ku dinjiteti dhe gjua e përdorur u vënë seriozisht në pikpyetje. Në ato momente u pa qartë se sa shpejt mund të eskalojë një konflikt brenda mureve të Big Brother, kur kufijtë e komunikimit humbasin. Kjo përplasje tregoi edhe një herë se presioni psikologjik i izolimit dhe vëzhgimit të vazhdueshëm ndikon drejt për drejt në sjelljen e banorëve. Fjalët që ndoshta jashtë shtëpisë nuk do të thuheshin kurrë, brenda këtij realiteti dalin pa filtr. Big Brother Kosova, në këtë aspekt, shndërrohet në një eksperiment social ku shfaqen anët më të forta, por edhe më të errëta të karakterit njerëzor. Reagimet e publikut nuk munguan. Rrjetet sociale u mbushën me komente, ku një pjesë e shikuesve e dënuan ashpër gjuhën e përdorur nga Bia, duke e konsideruar të papranueshme dhe jashtë çdo norme etike. Të tjerë, megjithse nuk e justifikuan ofendimin, argumentuan se provokimet dhe tensionet e mëparshme kishin ndikuar në shpërthimin e saj. Kjo ndarje mendimesh e bën Big Brother Kosova edhe më polarizues, duke refle